që namazin natës më fal në xhamia, mas orës 2-3. Nuk është asnjë transmetim i pejgamberit alayhis salam që i ka mbledh xhamatin më shku në xhami më fal para orës 2 apo 3. Namazi natës që falet të natë tash do ditën e fundit në për xhamia, nuk kemi asnjë hadith pejgamberit alayhis salam që xhamati mbledh në xhami dhe Muhamedi alayhis salam apo dikush prej sahabëve ja u ka fal xhamatit namazin me xhamat namazin e natës. Asnjë transmetim nuk është. Kjo s'po themi që është ndaluar, jo është e lejuar. Kemi të qartë, nuk themi që është ndaluar. Ajo që është transmetuar që u fal jacia, teravit edhe vitri bashk është më e fuqishme se sa ajo që nuk është transmetuar që u fal namazin natës me vitrin bashk. Këtë po dojna me të rikët paralele. Në anën tjetër, a ma mirë më të llogarit ty që e fal të natën për orës 8 deri në sabah, apo për orës 2 deri në sabah? Sigurisht që është më e fuqishme dhe më e madhe kjo e para. Për këtë arsye, është e preferuar që namazi i vitrit në Ramazan të falet bashkë me xhamat me imamin bashkë. Mendësia e disave që në rekatin e tretë kur e fal vitrin imami, po falna bashkë me të, kur imami jep selam, unë po ngritna dhe po e plotësoj edhe në rekatin tjetër, kjo të dashur vëllezër, sipas mëdhëbit Shafi nuk është e pranuar. Mendësia që mund do për imamit është mendësi apo normë juridike që lejohet të Shafit. Por kjo me kusht që më fal, më marr abdesi, e më fal namazin sipas Shafive. E nuk ka mundësi ti me marr abdes, me fal namaz sipas Hanefive dhe ndarjen në fund me bë sipas Shafive. Këto nuk e pranojnë vetë Shafit. E para. E dyta, nëse konsiderojmë prej kondit Hanefive, ti nuk lejohet mundo prej imamit në asnjë rrethon, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë inna ma ju'ila al-imam li yutammima bih. Imami është caktuar, është përcaktuar që më plotëson namazin me to. Me dal me selam, me thënë selamu aleikum prej namazit është obligim. Prandaj një obligim namaz që ti je me imamin bashkë nuk po plotëson. Andaj, kjo formë që me dhon selam kur t'jap selam imami, unë më ngrit, as nuk pranohet sipas Hanefive, e as sipas Shafive. Se sikur të pranohej prej njëve s'ka pas problem. Ku është e lashja e kësajna që del pak më shumë skenë? Imam Ibn Rajab al-Hanbaliu në vitin 795 Hijri ka vdek. Jemi të fol para 600 viteve. E potencon një element shumë të rëndësishëm dhe thotë nuk lejohet besimtari, thot, me fal një namaz me 2 kirajete. Besimtari nuk lejohet me fal një namaz me 2 kirajete. Çka është kirajeti? Janë format të leximit të Kuranit, të cilat kanë zbritur prej Allahut. Përqindja gabueshmërisë së këtyre formave të leximit është 0. Nëse nuk lejohet me 2 kirajete, me fal namazin, cilin do namaz, edhe pse këto forma të leximit të Kuranit kanë zbritur prej Zotit, atëherë si lejohet dy mëdhëpet me bë bashkë brenda namazit? Edhe pse përqindja saksisë mëdhëpeve është shumë e lartë, megjithatë nuk është njëjtë sikur me qenë shpallë prej Zotit. Tekstualisht nuk është njëjtë. Andaj besimtar duhet me unifiku në një formë falës namazit. Kjo është mësim hyjnor. Hukmul hakim yarfa al-khilaf. Vendimi i institucionit përgjithës në një vend për formën e faljes së namazeve publike është obligim për gjithë. Dhe përderisa tek na jena përcaktuar që më fal namazin e vitrit në këtë formë, ky është vendimi bazë qendror më i fuqishëm se sa mendimet e tjera. S'po themi që të tjerat janë pa vlerësuara, po themi që ky mendim është qendror dhe i fuqishëm dhe duhet mos zbatuar. Dhe kjo rregull vjen nga shumë norma, shumë ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.